Ndërkohë që kemi disa momente të lezetshme në këtë pjesë të fundit, po e para dhe kryesorja është se kë do zgjedh vallë, që nuk e kemi idenë dhe haberin kryefermeri I ri në dhomën e njëshit. Kë mund zgjedh? Po, unë mendoj më falë që po ndërhy kështu, po unë jam kurioze tani sepse ka pa një moment, një diskutim, një këshillim nga ana Casey, diçka, do doja që... Casey? Po, Po I thonë të limit më zgjidh mua? Po. Jo. Ka probabilitet të ndodhë kjo sonte? Ka probabilitet, po ndoshta jo detyrimisht me Casey-n. Do t'ishte një lojë shumë e bukur nëse Limi do zgjidhte një Dikë tjetër dhe jo Albën. Po kë mund zgjidhte për shembull? Nuk di të them për momentin, por po t'ishte çuni zgjuar, unë mendoj që nuk duhet zgjidhje Albën. Sot, qoftë për lojë. Vetëm për lojë po flasim. Gjithsesi, Casey po përpiqet vërtet që të ushtrojë gjithë influencën e saj, më duket pak si tutorja Limit, me thënë drejtën. Atëherë, a shkojmë ta pyesim? Po. Po më thonë që në fakt... kush I ka thënë? Qfar? Priti sekond. Po? Prit. Atëherë, Zhako, historia është kështu. Bëjmë pak tash e theme. Casey, vërtet I ka thënë Limit dhe vërtet kanë folur për dhomën e njëshit. Por nuk kanë folur për Casey-n. I ka thënë mos zgjidh Albën, zgjidh Elinarën. E ka mësuar pra. Pra është tutorja Limit, me pak fjalë. Aman me këto fjalë, ti. Ti. Ta shohim tani zgjedhjen e Limit. Do çoni në arenë. Mirëmbrëma! Ta nisim nga fillimi këtë mbrëmje. U exaltove shumë, Frederik? Yes! S'më ke thënë asnjë fjalë bukur italisht. Ma cosa vuoi di bene? Dai, parliamo per qualche cosa che è successo oggi? Dai, dimmi qualcosa. Una complimento. Dai, ci sono le fasi di elezioni, quindi vogliamo sapere cosa succede là. Oh, nuk thash flit italisht, tu I thjesht fjalë bukur o Frederik. Po, elezioni, non trovo l'altra parola, elezioni, sempre non dimenticare. Non dimenticare, d'accordo. Sei bellissima! Sei bellissimo! Albano! Perché lo fai, disperata ragazza mia? Perché lo fai? Vamo Albano, ma thuaj. Perandori pari Romës ka qenë Oktavian Augusti dhe të gjithë perandorëve me radhë I ka thënë August ose Augusta perandoreshave. Augusta Lionesa. Augusto Albanenzo. Atëherë, erdha tek ju për... Erdhe tek ne me dritë në sy. Për të qenë lidhja jo në fundit, për sonte. Dhe dua të di, kryefermer, është momenti yt, moment shumë serioz dhe shumë të kuriozuar jemi për të ditur se kë zgjedh ti. Unë thash unë se vend tjetër, thash po e lej fare pyetjen. Jo, atëherë, kë zgjedh ti për dhomën e njëshit? Unë dhe bi shkurt zgjedh Elinarën. Wow, basta ditëlindje sot. O, Luana, që nga me vërtet ditëlindja ime. Pse kjo zgjedhje Limi? Elinarës se ka datëlinjen. Po, atë mos e thuaj ti. Kam shumë besim dhe du ta shoh në një mënyrë tjetër lojën e Elinarës dhe në lidhje me fermerët e tjerë. Lejme lojën, ti me lejë lojën. Atë që do të shikoj Elinarën në një formë tjetër lojë. Nuk na pan. Po ju sa u knaqët njëherë. Si? Baj shumë je knaqë për ti besoj. Po, duke disa smeri. Filloj duke qarë, po... Ska lidhje, unë kam besim të Limi. Po ti, pa I normal nuk mos e skalo kot në dimensionit të ndryshme tani, kot pa lidhje, kam besim të Limi, thot. E ka respektin, do ta shikoj ndryshme. Ajo I thot, unë kam besim të Limi, këj thot, e unë kam besim të ty, s'do përgjës, sa të kemë të shpenjë. Po që shky mua bet kam besim. Okej, atër mund të pozicionojni, ju lutem në përvënde, sepse tani kemi momentin e mbrëmjes kulminant, të kujt, kush më foli? As kurs më foli. O, Anduel, sepse këtë momentin nuk e di për çfarë arsye e ke zënë me tapiti.
Jo, nuk e kam unë, ne kemi gjithë, ne gjithë këndojmë. Po pra, po unë të direktohem ty, të drejtohem gjithmonë ty, e kam vënë re veten. Kështu që... Nga që filloj me o. E qëti dhe arsyen. Me ty shposhina, une. Vërti fonina, gati si filma, une. Që s'po të vina, une. Që s'po të vina, Se haron, une mund si nuk paka. Se haron, jo se haron. Me po të ndashta. Se haron, jo se haron. O tete, o jete, o mama. Na, o tete, o te komete, o mama. Na, o tete, se ne maj mirje te. Që kam posyte me, te menës po muj me te. Na, me krysh poshina, une. Me shtiponina, dhe blisu filma, une. Që s'po të vina, une. Që s'po të vina, une. Bravo! Unë tani dua një këngë tjetër. Bravo, Luana. Nuk ju shfrytëzoj urdhëron. Më falë që të ndërpres, se para një... Më e bukur ishte performanca jote se sa pjesa tjetër, me qita të i përgëzoj të gjithë për atmosferën që kryua. Nuk di. Super këngër. Shumë këngë e bukur është rënë. Jo, kam një pyetje, më kanë ngel një kunjë, ka një fiksim, kam një hal në fyt. Ma thuaj. Të lutem. Po, jepi. Tani ty, Olimi, që do të kemi kryefermer, që zgjodhe Elinarën, mu duke pak si kur ta bëri Kesi këtë, të gjithë këtë manovrën, apo jo? Sikur Kesi është pak tutorja jote më duket aty. Apo jo? Mund ta ndrosh, mund ta ndrosh? Po? Por... Pse zgjodhe Elinarën? Gjithë Unë me thënë të drejtën të zgjidhja dika tjetër, komplet, por këtu njerëzit kanë shumë kompleks edhe s'po du që të bëj kështu lloj boomersh, edhe zgjodha atë që mendova unë, Elinarën, dhe Kesi nuk e më tha për Elinarën. Po, Kesi, dëgjoj, tash si do e shohim Kesin, besoj kështu si kryefermere në hije, apo jo? Ka lidhje farë. Ska lidhje i, sigurt. Shumë i sigurt, 1,1%. Shohem. Si se kuptova këtë të fundit? Po. Do me thënë, ti do më të regosh mu që atë bëj, paka shumë. Si do më shumë, edhe njerë të lutëm Zhaku? Pra ti e tutorja limit paka shumë. Si do më shifje mua se kuptova? Sa përsin ban Kesi tim? Si kryefermere në hije, është për mirë kjo, jo për keq. O, Luana, qarë ka me dojë tjetër, o, Luana? Po, tani me... Unë dua, më mirë pa ty se i varfër, se sa me ty dhe i pasur. Apo so shkutit u i për... Më falni, më mirë me ty dhe i pasur, se sa pa ty dhe i varfër. Apo so shasë kështu? Më mirë me ty dhe i pasur, se sa pa ty dhe i varfër. Vajtë, sa të bëjë, hajde përnojmë, hajde përnojmë. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Bravo! Kajqe? Po kërë gjithë kë këngë, më. Mirë, hajte tani këndojmë. Po për i shaka. Kënga më hipokrite në botë. Tani ashtu si qeni, nuk ka më këngë, këndojmë vetë në këtu kërë mbyllim programin, se ju e vazhdojnë, ne e vazhdojmë, po anë do hani njerë, por për para se të hani, do të keni një shë tjetër. Dëgjojni pak të zhurmën se çfarë do të keni sonte. Shumë një brashëri. Ju mendoni që është një mace, por në fakt është një... Luana, bra. A i doni Luanën aty brënda se doni? Bravo. A të vitë të marrën aty jashtë? Mereni Luanën Bebe. Jo, këtu. Jo, ti me shpunget. Mera, Albana.
Doni pak. Qetësi se e trëmbët, qetësi. Albano, jep ja një narë se di si të kujdeset për macet o zhjot. Do i them unë, avash njerë, jo, qetësi, me që Agaj ka vendosur, me që Elinara kështë ditëlindjen, maca sigurisht është e të gjithve, por do përkujdesesh ti posaçërisht për macen dhe është përgjegjësia jote. Ashtu, ja ta gëzosh. Fermer, më dëgjoni? Është e të gjithve, po përgjegjësia Ure pak zonin e muzikës, ju lutem. O, Fermer! Qetësi ta shvizë po fletuara, qetësi. Ej. A doni të hani buk as doni? Që të hani buk, duhet të më i bini në një mendje për çfarë emrin ka macja. Po qash, quna blok. Po shiheni o burë, se ju e keni ndorë kution. Lulu Luana. Si? Lulu. Lulu është marka e robave që ka Luana dhe me qëra fjalla Luana kur do na sjellësh. Çfarë do, Kejsi? Zonca Lulu. Çfarë do? Dua unë Greta. O Kejsi, çfarë doje moj? Me qëra fjalla, se thanë që t'ja vendosni në emrin Lulu Maces, edhe unë kujtova që ti ke një firmë robash me emrin Lulu. Po e kam, doni streqe? Qa do të sjellë? Na sjellësh ca rroba sportive. Veshje për prime. Do ju Edhe disa veshje. sa të nxjerr koleksionin e ri, javës tjetër, ekskluzivisht ju do i keni. O Luana! Do ju sjell streqe, se veç me streqe rrini aty. Luana! Po, Albano! Me që ke firmë robash, mua sot mu thje telefoni, do mblesh telefon. Do shes streqe, do të bli telefon ty me lek të streqe, me lek të parë. Shif streqe, ble telefon. T'ja them të ashtë Do hajmë tarë tani. T'ja them të punën e bukës të ashtë. Edhe ka 2 orë që gënjes, do hani buk, s'do hani buk. Do hani Kejsi. Buka e ranë. Çfarë do hajmë, si do e ham? Zemra e patokut. Është një restorant tradicional i vendosur pranë lagunës që ofron një përvojë autentike kulinare, specializohet në ushqime deti të freskëta dhe gatime tradicionale shqiptare. Me ambientin e qetë dhe pamjet natyrore është një vend ideal për të shijuar ushqimin cilësor në harmoni me natyrën. Ju bëft mirë të gjithëve. Faleminderit Zemra e patokut. Fermer, natën e mirë, ju duam. Isha magazin fotografë në para, për Kejsin. Themi në studio, e mbyllim kështu mbrëmjen e sotme. Faleminderit që keni qëndruar me ne deri në këtë moment. Ju e dini takimin ton të ardhshëm, nuk ja përmend më fare se e di që tani me zina prisni. Faleminderit Xhako, faleminderit Castro, faleminderit publikit të ardhur këtu.